Irani vet nuk do që ajo çështje të zgjidhet, po do që ta mbajë vazhdimisht në luftë dhe Hamasi vet nuk do që kjo çështje të zgjidhet. Diskutim që juve ndoshta nuk e keni dëgjuar ndonjëherë këtë lloj trajte argumentimi apo këndvështrimit të gjërave, kam të ftuar një mikun tim, Endrit Tafani. Problemi është që qasja jote sjell edhe reagime ndoshta të tegra. Si e ke parë luftën në Gaza, Endri? Qëndrim ndryshe është në kuptimin e gjetjes zgjidhjes. Por kush është kundër kësaj zgjidhje? Pra është Irani. Dhe midis tyre fillon u ngritën disa grupe që ishin si për shembull grupi shtatori i Zi. Ideologjikisht edhe me lëvizjen OCP, e cila ishte gjithashtu një lëvizje marksist-leniniste, me element islamik. Me element islamik brenda. Është mërshme. Ndërkohë që Izraeli shikohet si shtypës, si kolonizatori në atë. Ti po thua që çdo lloj rrymë nëse i volitet për të përdorur diçka për kauzat e veta, e përqafon me pak fjalë. Kjo është koptët. Koptët janë ata egjiptian, ajo gjua e tyre ata. Sepse ka qenë të krishterë përpara se të muslimanizoheshin. Po ata njerëz që kanë pritur, ti nuk e ke idenë se kush janë ata njerëz që kanë pritur, nasur masakra mbi izraelitët në atë zonë janë bërë. Nuk është një prallë që është pritur me për ditë urrëtia ka qenë. Urrëtia është e vjetër dhe ka një fe tjetër vëlla, po një fe që e urrejn katolikët, një fe që e urrejn ortodoksët, një fe që e urrejn muslimanët, shiitë dhe sunit, një fe që e urrejn budistët, hinduistët. Pra ka diçka këtu. Nuk e duhet që ajo zonë aty të jetë vazhdimisht luftë. Do të thithën në erë akordet arbërat. Pra ti po thua që fëmijët që janë aty sot janë pasojë e këtij qëndrimi që është nga Irani. Lufta në qytet është e frikshme. Irani vet nuk do që ajo çështje të zgjidhet, po do që ta mbajë vazhdimisht në luftë dhe Hamasi vet nuk do që kjo çështje të zgjidhet. Aty nuk ka genocid, sepse genocidi është shfarrosje totale e një popullsie ose një kombi. Ti jetë te karta mund të quhen krime lufte, mund të quhen krime kundër njerëzimit, shkelje e konventës luftës, rregullat e luftës etj, po jo genocid. Po jo të genocid, se Arabia Saudite nuk donte që Hamasi të komandonte Gazën. Domethënë, sepse e dinte fare mirë që është agjent i Iranit. Pra ti po thua që lufta në Gaza, po aq krime sa mund kohezionizmi politik, krime lufte, me të njëjtën intensitet po bën krime lufte dhe Hamasi, si një tentakul e regjimit radikal islamik dhe e han popullsia e thjeshtë. Mbi kuriz popullsia e thjeshtë e han fëmijët, që është gjenerata e 4 e fëmijëve palestinezë që vriten, dhe gjitha kjo për shkak të një grupi kriminal